Për Myrto ndeshja e mbrëmshme nuk ishte më e mira e mundshme. Sulmuesi kombëtare shqiptare goditi nga pika e bardhë e penalltisë në minutën e 21, por u prit nga portieri i Nashville, Brian Shwak. Ai e justifikoi veten në fundin e pjesës së parë duke kapur një top të pasuar nga Ilje Sanchez dhe duke dërguar një quajtje përtej Shwak dhe barazoi shifrat me Nashville. Në pjesën e dytë miqt shënuan sërish duke mposhtur skuadrën e Austin. Beratasi kishte shansin e artë për të qenë heroi i skuadrës në finalen e Kupës US Open në Austin të Teksasit.